Dhe më falni mu lipi falje, për këto unë s'kam nerve të foli. Kjo është, nuk në rregull asgjë, jo dhuna ajo kjo. Tu duhet kallet këtë. Ky është reagimi i një qytetari kur pyetet se sa janë efikase organet e shtetit në parandalimin dhe sanksionimin e dhunës në familje. Në anketat të realizuara nga televizioni Koha me qytetar, shumë prej tyre nuk kanë fare besim në institucionet shtetërore. Ata shprehen të mlefosur dhe kritik ndaj mos reagimit të institucioneve shtetërore, duke theksuar se dhuna në familje vazhdon të jetë një problem serios dhe se shpeshherë rastet nuk trajtohen me seriozitetin e duhur nga organet përgjegjëse. Sipas tyre ka pasur shumë raste kur viktimat kanë kërkuar ndihmë, por reagimi i institucioneve ka qenë i ngadalt ose i pamjaftueshëm. Qytetarët thonë se sistemi duhet të funksionojë më mirë dhe të ndërmerr masa më të forta për të parandaluar tragjedi të tilla. Duhet të marrë masa sa më shpejt, jo me lënë ditë që një javë me vazhdo procesi. Qoftë se lehet ashtu edhe mund përsëritet prapë brenda një koha, kupton. Edhe nuk janë raste të mira, janë raste tragjike këto. Edhe rastin familje nuk duhet më përsërit, se nuk ka besimi se gjona atëherë duhet me vendos, në mënyrë qetë, jo në mënyrë me dhunë, kupton. Këto janë gjona jo të mira. Socijalната zaštita treba da se griži za tije semeni nasilnici. Mbrojtja sociale duhet të kujdeset për ta. Policia vjen më në fund. Çfarë mund të ndikon policia? Ku mund ta di polici se çfarë po ndodh në shtëpinë tënde? Dikush duhet ta paraqes dhunën në qendrën sociale, por këtu tek ne asgjë nuk funksionon. Policia është më pak fajtore në rastet e dhunës familjare, vetëm nëse nuk del në terren dhe nuk ju përgjigjet thirrjeve kur ka raste të tilla. Ata kërkojnë përgjegjësi nga institucionet dhe theksojnë se duhet të ketë mekanizma më efektiv për mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare. Sipas tyre, reagimi në kohë i policisë dhe organeve të drejtësisë mund të shpëtojë jetë dhe të parandalojë raste të rënda. Ngjarja e fundit në Shkup ka rikthyer në vëmendje debatin për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe sigurisë në vend, ndërsa qytetarët kërkojnë që institucionet të marrin masa konkrete për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.